miq dhe mikesha të check-up. Episodi i sotëm është nga ato episode që nuk duhet ta humbisni, sepse dia dhe emocioni bëjnë një sot. Si fillim të zbulojmë se kush do të jetë këtu me mua në studio dhe më pas kthehemi. Nga gjurmët e lëna në drasat e skenës së teatrit, përballë kamerës së filmit e deri në zërat që na shoqërojnë në botën e animacionit dhe dublimit. Një aktor i kompletuar, i cili na ka dhuruar emocione të pashlyeshme me interpretimet e tij të jashtëzakonshme. Me një gamë të gjerë rolesh dhe një zë të veçantë, ai ka dëshmuar se është një nga aktorët më të talentuar të brezit të tij. Një mjeshtër i transformimit, i cili na bën të besojmë në çdo personazh që ai mishëron. Përgatituni të zhyteni në botën e Neritan Liçaj, një artist që na sfidon, na prek dhe na mahnit me çdo performancë të tij. Pas një kohë e kaq të gjatë, pas shumë vite, do ta them se unë kam shumë vite që ndjek punën tënde, që i vogël sepse jo vetëm unë, po shumë si puna ime, i ndiqni qytet dublimet e tua, që janë kukulla, po i çoj Nikona që e sa ta gjojmë sot e kësaj dite them e njoh këtë zë. E njoh këtë zë. Sot kam kënaqësinë që të takoj dhe të zhvilloj një bisedë me ty. Është kënaqësia më e madhe që unë kam sot. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi. Tani me pak fjalë po e nis me pyetjen me qëta shumë vite, pas kaq shumë vitesh, si mundet që ja del që akoma ke një pasion shumë të madh që vazhdon të jesh në skenat live, po i qoj se teatri është live, edhe të vazhdosh të jesh të fuqishëm në filmat që ti bëhesh pjesë. Cila është ajo gjë që e mban gjallë këtë elementin? Mendoj se është thirrje e brendshme, është pasioni. Unë jam rritur në një familje intelektuale të rinj për atë kohë, në kohën e regjimit, edhe i më dhe i mati ishin njerëz që ishin shumë pranarë në kuptimin e librit, të vajturit në teatr, të vajturit në opera, muzikës klasike. Ishin intelektual të ri, brezi intelektualëve të ri të mbas luftës dhe ishin të edukuar mirë në këtë pikpamje. Gjë që edukuan dhe të ime motrë dhe unë, ime motrë shkrimtare, unë mora me artë i vogël, me skulptur, me artë figurativ në lice, pastaj me artë skenik në të lartën edhe domethënë kam që nga 82-shi që unë rekem, ose kam filluar të hy rrugës së artit, që me një kurs vizatimi, bëra një vit violin, por nuk më njihti shumë instrumente, i kisha më tepër mendet e futbollit. Nga 13 vjeç fillova ka qenë një kurs në Pallatin e Pionerëve, vizatimi, për i cilin më ndi pasioni për të futur lice, konkurova, fitova për skulpturë, mbarova të mesmen, pastaj sikur më të rishte një çik më tepër ana skeniku. Ndoshta edhe për letërsisë. Po, është një gjë që ti nuk e kupton. Eksakt, ti nuk e kupton as vetë, është thirrje e brendshme, është instinkt i brendshëm. Dhe domethënë kam mbetur aq e fortë tek unë dhe pasioni është aq i madh dhe unë gjithmonë edhe të rinjve u them kur bie biseda. Pasioni të nxjerr gjithmonë diku. Domethënë një gjë që e do vërtet, po e do vërtet, nuk e do për kompromis. Ka asgjë që të ndalon është. Është i pandajshëm, diku do harrish në kuptimin e mirë. Ka shis, ka stuhi, në thojë. Jo, fare, spyr. Kështu që është diell gjithkohës. Dhe them se është instinktive të qenë njerëzore. Domethënë, pse ne njerëzit ndihemi mirë kur dalim nga qyteti? Shkojmë mal ose shkojmë në det. Po. Sepse ne jemi qenie biologjike, jemi si ariu, si elefanti, si ne kemi lindur në natyrë. Pastaj me zhvillimin ton, me emancipimin e tjerë, avash kemi burgosur veten nëpër qytete, nëpër pallate, nëpër kaosin, nëpër beton e tjerë, po faktikisht kur dalim në natyrë ne ndihemi mirë. Po kështu është me artin, pse ne ndihemi mirë kur dëgjojmë këngë të mirë dhe fillon të vizë trupi vet, sepse që në primitivitet njeriu përdorte artin në pa ndërgjegje, ai përdorte artin për të shprehur veten, për të shprehur atë që mendonte, atë që shikonte, atë që perceptonte dhe vizatonte brenda faqeve të shpellës, vizatonte kaproj dreq rreth zjarrit, krijonte rituale, kërcime, pa rrezik, edhe pa filluar me fol mirë këndonte, shprehte veten nëpërmjet kërcimit, shprehte. Pra arti ka lindur brenda njeriu, është brenda tij. Pa filluar akoma sistemet politike, që në parapolitik, që në primitivitet njeriu kishte këtë nevojën e brendshme për të thënë gjërat e veta, të vërtetat e veta. Ashtu siç është.
Ishte nevojë e përbindshme për ta thënë. Në mënyrë primitive, pse jo? Por kishte këtë nevojë të shprehte gëzimin, dhimbjen, pse jo, katarsisin, pse jo, që filluan pastaj u formzuan avash në mitologji, në letërsi, në teatr, në art figurativ, filluan të formoheshin dansa klasik, balet, që e quajmë ne, dhe derisa erdhëm te arti, magjia e artit, që është kinemaja. Pra njeriu gjithmonë ka kërkuar rrugë, mjete dhe forma për të shprehur ndjesitë e veta. Qoftë edhe nëpërmjet teknologjisë, siç është filmi. Është e thirrje e brendshme. Dhe ndoshta mua më ka ndodhur kjo, këtë nuk di ta them. Plus është edhe një fakt tjetër, që teatri ka mbetur shumë i fortë tek unë, sepse unë jam rritur, jam bir labrie. Domethënë të mit janë edhe nëna dhe baba janë nga Lugina e Vlorës, Lebër. Domethënë jam lap 24 karaç. Bie. Po. Dhe normalisht, po të vësh re, si ka lindur teatri, duke filluar që me Homeri, Homeri ishte një rapsod. Siç janë rapsodët tanë të veriut, me muajin e Halilin, me orët, me zanat, me Gjergjele Zalin e tjerë. Janë pasardhësit e Homerit në një lloj mënyre. Po, duke filluar dhe me ata që filluan të krijonin, le të themi, letërsinë e parë. Flasim për Perëndimin, nuk po flasim për lindje, pra nuk po flas për epin e Gilgameshit, po flas për Hesiodin e tjerë, pastaj pasuan me gjithë dramaturgët e mëdhej të tragjedisë dhe të komedisë greke, me Eskilin, Sofokliun, Aristofanin, Euripidin, filozofin e madh nëpërmjet dramaturgjisë. Pra filluan të krijonin nga koret apolloniane, që quheshin për të hyrut Apolloni, që i këndonin këngë perëndive, i galdonin, pjedestalonin fuqinë e perëndive dhe të herojve të Trojës, të mbretërve, etj. Dhe pastaj Eskili, babai i tragjedisë, futi personazhin e dytë. Pra, ishte korifeu dhe kor, si Soklabe. Futi personazhin e dytë, ai që quhet babai i tragjedisë sot e kësaj dite. Pra, është njësoj si kënga labe, ku njëri ja mban, njëri ja merr, tjetri ja kthen, të tjerët ja mbajnë, që mbajnë ison. Dhe ndoshta kjo ka ndikuar instinktivisht unë që i vogël kur dëgjoj lebrit që këndonin. Ose për shembull po të marr një shembull tjetër që është që nga antikiteti, vajtojcat e Labëris. Teoforet, që quhen ndryshe në mitologji, që ishin perëndeshat e vajtimit, vajtojcat. Që quhesh? Teoforet nga vajtojcat. Po, edhe Eumenidet që ishin perënditë e hakmarrjes edhe të vajtimit. Domethënë, çfarë ndodhte? Ato ishin profesioniste, siç ndodh me vajtojcat në jug të Shqipërisë. Që janë të tmerrshme, unë nuk e përballoj dot më tani. Nuk kur fillojnë çajin labet, gratë labe unë i dal, nuk e përballoj dot, se shumë e rëndë. Dhe vajtojca vjen dhe është në kuptimin e mirë fill të fjalës vë një mask. Dhe fillojnë çan njeriu për cilën e di vetëm 2-3 gjëra. Pra e kanë profesion. Dhe çfarë ndodh? Kjo i jep mundësinë atit që i dhëm vërtet për babain tim të ndjerë, i jep atit djalit të tij, i jep mundësinë që në një lloj mënyre të distancohet nga dhimbja dhe ta shikojnë çik si në teatr. Po, tamam, se si një i dytë. Pra, ti distancohesh dhe shikon atë proces që po ndodh dhe ai sjell dhimbja që sjell frikën. Pra dhimbja për njeriu që po ikën, sjell frikën për veten tënde në një lloj mënyre, dhe ky është i famshmi katarsis, që është një nga elementet më të bukur të artit skenik, jo vete, po dhe të letërsisë, po miq po flas për artin skenik. Pra, ndoshta instinktivisht këto dy element që kanë të bëjnë posaçërisht me teatrin, avash janë futur te mua në atë mënyrë të pandërgjeshme, si padashje dhe janë ngurcuar në një lloj mënyre, në kuptimin e mirë të fjalës brenda meje. Sepse populli shqiptar, po ta vësh re të gjitha ritualet, traditat, edhe ne jemi akoma një popull shumë, jo në kuptimin e keq të fjalës, nuk po e them se s'dua të fyej popullin tim se e dua pafund, po jemi shumë tribal akoma. Do të thënë ne i ruajmë akoma. Ruajmë akoma fustanella të lutë. Ne nuk asimilohemi kaq kollaj, kanë provuar perandorit mëdha të asimilojnë popullin shqiptar dhe kanë qenë pikërisht këto gjëra, gjua dhe traditat që na kanë ruajtur, shumë kombe, shumë raca, shumë etni janë asimiluar, ne kjo gjë na ka mbajtur fort. Por po të shikosh gjuhën shqipe,
Dhe prandaj gjua shqipe është më e rralla në botë. Gjua e baza e gjuhës shqipe është e gjitha onomatopeike quhet. Është me 2-3 gërma. Pra në rrok janë tinguj. Nën, bab, çun, goc, pyll, pem, yll, djell, lum. Tok, qell, yll. Shumë, nëse italianët thonë, po marr një shembull që është fare evident, nëse italianët thonë coltello, që është një fjalë e përpunuar, në sheku i evolojnë gjuhët, si njeriu evolojnë, ne kemi thik. Gërma që bën. Tamam, tinguj. Tingull, lumi, ne themi lum. Si bënoi kur gurdon? Pra është gjuhë nga të parat. Pastaj ka huazime, ka fjalë të huaja që janë futur latinizma, turqizma etj, normale. Bëhet mix pastaj. Po, por bazike e gjuhës shqipe prandaj edhe ne, më ka rënë rasti që kemi bërë shfaqjet përbashkëta dhe ka thënë regjizori britanik, thoshte, "Niritan bëjnë një cop, një monolog të vogël shqip." Dhe asnjëri nuk e kuptonte shqipen. Domethënë aktori gjerman ose aktori italian ose aktori francez ose aktori rus ose aktori çek ose aktori holandez rrinin kështu. Dhe unë i pyesja kur mbara si të tingëllon shqipja. Nuk kuptojmë asgjë, që e thoshin gjithë, po thoshin është gjuhë shumë e fortë, shumë gjuhë teatrale. Kuptoj edhe se kanë të lehta imitojnë. Jo, e kanë shumë të vështirë sepse morfologjia jonë e kemi, domethënë kur i kam thënë një miku tim italian aktor, i kam thënë ne kemi 36 gërma, ka thënë çfarë? Po. 27 ka italishtja. Edhe i flisja për bashkëtingëllore, që kemi ne gjë, l, zh, g, v, gjë, gëri. Ai nuk i tingëllonte dot. Nuk e lidhin dot se konceptojnë pastaj Sepse ka ndërtimin morfologjik të tillë, për shembull, i thosha bëja gallatun, i thosha thuaj fjalën ulluqe. Nuk kishte shanse ta thoshte që aktorët përgjithësi e kanë veshin të ndjeshëm, sepse është profesioni. Se thoshte dot. Kurse ne e kemi të mbushur me bashkëtingëllore. Ne kemi përbosh të imitojmë ose të flasim çdo lloj gjuhë tjetër, ndërsa gjuhët e tjera nuk e flasin dot gjuhën shqipe, sepse kanë ndërtimin morfologjik të tillë. Po më kanë ndodhur shumë fakt se kam njoh shumë miq të huaj kështu dhe. Po, Qëlloj shumë fjalë që mos të me lë, me lë. ato shumë. Në fakt edhe mua, Enea më thonë Enja. Enja. Eneas. Po, nuk e thon dot Enea. Enja më thonë, zakonisht, se edhe në një kompani që punoja online, kështu gjithkohë Enja, i thoja Enea. Enja, Enea. E ka Ja ndeksoja. Pra, janë gjithë këto gjëra që mua të paktën më bëj shumë të lidhur me artin, me fjalën, me Dhe e letrat. ke në gjak. Është një gjë që Është një gjë që më pëlqen dhe jetoj me të çdo sekondë. me atë flema të zjarrit. Po, sepse ka dy lloj artistësh për mendimin tim. Dhe jo, nuk është fenomen vetëm shqiptar, është fenomen edhe ndërkombëtar. Po. Ka artistë që duan artin, atë që bëjnë, që e duan vërtet dhe e bëjnë për pasion, ka dhe artistë që duan veten e tyre në art. Pra, po them një lloj narcisizmi. Që unë jam aktor, unë jam këngëtar, unë kam like, red carpet. Për mua këto nuk kam pikë vlerë. Po. Për mua ka shumë vlerë ajo që them me atë që bëj. Domethënë nuk është se ka vlerë. Ajo është një tregues, po patjetër, ajo të miklon një çik në shpirt, po nuk punoj për atë. Domethënë sot është kjo mania e followersave, që në fund fare është më tepër ka të bëjë me Shumë gënjen veten e them. po edhe sikur më tepër ka të bëjë me këtë rozën, çka ka veshur, si është veshur, ku i bën pushimet e tjera, që për mua s'kam pikë rëndësie. Për di kë ka rëndësi është e drejta vet. Për mua s'kam pikë rëndësie, që nganjëherë i mashtron edhe vetë artistët për çka janë artistët. Që domethënë më tepër merren me shitjen e asaj që duhet të jenë, duke i kthyer vetet e tyre në manikina, vitrinash, se sa të jetojnë jetën e tyre vërtet. Kur ishte betejë për teatrin, më thoshte një djalosh i ri, domthonë seanca gjëra që nganjëherë të bëjnë të reflektosh dhe të shikosh thellë brenda teje, që thoshte artisti nuk i ka hije të merret me art. Më bëri të reflektoj, dhe thash, pse mendon kështu? Po. Artisti nuk i ka hije të merret me politikë, më fal. Politik, po. Po, ndërkohë që Zelenski
artist. Okej, a ka marrë juridik, po është marrë me art. Rama, artist. Ronald Reagan ka qenë aktor. Ke pas plot aktorët, zonja dhe zotrit nderuar në parlamentin shqiptar. Dhe thash, pse ka këtë opinion? Sepse çfarë ndodh, është pikërisht kjo dëshira për të shitur gjithçka, që e kthen me të drejtë qytetarin thjesht thotë, jo, ky s'duhet, ky duhet jetë kukullat e vitrina. Ky nuk ka të drejtë të luftoj për diçka. Ky duhet jetë aty, shiko sa bukur i bëj pushimet unë, shiko ku jam unë, shiko çapo ha unë, shiko çapo vesh unë. Ndërkohë që jo, në radhë parë duhet të jesh njeri që të jesh artist. Po. Qofse nuk arrin të jesh njeri, je fake artist e parë. E dyta, është gjithë kjo mani që sidomos artistët që prej natyre janë pak narciz. E kthejnë veten, ka filluar të ketë për një pjesë, jo të gjithë, po për një pjesë konsiderueshme është çdo gjë pranga më moderne sot e artistit, po jo vetëm e artistëve, ose personazheve të quajtur publik, se VIP nuk i quaj dot. Është pranga më moderne është ti i suksesshëm. Do të thonë shet një realitet që ti nuk e ke, vetëm sepse duhet të jetë i suksesshëm, dhe kjo kthehet në prang psikike. Dhe ti nuk jeton më një realitet tëndin. Ti jeton çfarë do mendoj ai tjetri. Po, Dhe këtë moment ti ke humbur kontaktin me realitetin dhe ti ke humbur veten. Ti ke humbur atë moment reflektimi kur ndalon një moment me atë kafen e mëngjesit, ti futesh brenda teje dhe dialogon me veten. Dhe fillon zbulon cili jeti në të vërtetë, çfarë do bësh, ku do shkosh, çdo gjë dukje. Dhe prandaj ideali me të drejtë thoshë s'ka artisti duhet merret me politikë. Ndërkohë që të marrorit me politikë është drejtë njerëzore e kujtdo. Po. Është drejtë kushtetuese, ligjore, thirrje e brendshme prej Zotit. Po. Pse mendon ta ideal? Pikërisht sepse tash ti një pjesë e madhe artistëve më tepër projektojnë veten e tyre në art se sa bëjnë një prodhim të mirë artistik. Profesori im i madh, një nga Vangjush Hurxhiu thoshte, aktori i mirë, ai kishte për profesion aktorit, është ai që hyn në skenë me bë mirë detyrën skenike, pa me bë rolin. Aktori që hyn në skenë me ranë sy, ai është fillimi i amatorizmit. Pra, atëherë s'ka pas Instagram, Facebook, po koncepti është i njëjtë. Një profesionist i mirë është ai që bën mirë punën e tij, ai që ndërton diçka që të ketë vërtet të thot diçka publikut. Kurse ai që hyn sa i bukur jam unë, shiko sa bukurri unë, aty pastaj publiku e kupton, se publiku i kupton gjitha, shpesh herë ne dëgjojmë këta që më shfaqja. Ku merr vesh, shpesh herë dëgjojmë këto që unë urrej si batuta kishe ku merr vesh publiku. Jo, publiku i kupton të gjitha. Çdo lloj publiku. Edhe shqiptari, shumë inteligjent, shumë i pret. Ai mund mos di të shprehet në mënyrë profesionale, por në mënyrën e vet, të themi, në mënyrën e vet të thjeshtë e popullore, ai ta shpreh mendimin shumë qartë. Ai nuk di të thotë sa i vërtet ishte te ky rol. Po ai do të thotë sa origjinal ishte. Pra nuk di ta thotë gjuhë profesionale. Por koncepti është i njëjti. Pra e kupton shumë mirë kur ti je vërtet e përjeton rolin mirë dhe je i vërtet, se sa kur bën lojë, që themi ne, që e kupton si ishte origjinale. Nuk hatet. Po ndihet. Ndihet. Sepse arti është ndjesi. Arti flet me të brendshmën. Për shembull, sot pse ky wokizmi në art është dëmtimi më i madh që është bërë artit mirëfill. Sepse merret me formën, duke u përpjekur ta kthejnë artin në një zbavitje për t'i humbur peshën. Ndërkohë që arti është edukim. Domethënë, po t'i referohemi që antikitetit. Po t'i referohemi që antikitetit. Që nga Helenët, unë po të marrim Sokratin, Platonin e më tej Aristotelin, vazhduesit e njëri tjetrit. Artin e konsiderojnë edukim. Kam pas dhe debate filozofike në distancë, sepse arti sjell filozofi. Unë po marr, arti i ka paraprir njeriu gjithmonë. Dhe prandaj gjithë diktatorët e kanë urryer artin, e kanë luftuar, deri te ky i fundit që bëri atë që ka bërë njeriu në historinë e njerëzimit. Të prishi dy teatrat e vet kombëtare me forca policie s'ka ndodhur. S'ka ndodhur, dhe s'ka për të ndodhur, është precedenti i parë në historinë e njerëzimit.
Pse po I referohem që Homerit, që Homeriada. Çfarë bën Homeri? Merr se është I jashtëzakonshëm, merr Odisen dhe e fut në Had. Në atë mënyrën e vet shumë të bukur, gati naive. Homeri fut Odisen në Had, ku Odiseja takon të parin djalin që ra nga çetia përpara se të ikte nga ishulli Kalipsos, takon hijen e Agamemnonit, Akillit etj. Pra e fut në botën e nëndheshme. Pra e çon nga fizikja, nga materia, e çon te metafizikja, ta e që është përtej materjes. Në këtë rast, të vdekurit po the. Dhe vjen pastaj Virgjili, I cili bën po të njëjtën gjë me Enean. Virgjili I madh te Eneida, fut Enean në Had. Pastaj vjen I madhi Dante Alighieri, një nga mendjet më të mëdha dhe më të ndritura të historisë së artit botror. Çfarë bën? Futet bashkë me mësuesin, Virgjilin futet në ferr. Dhe çfarë ndodh më vonë? Vjen I madhi iluminist, Goethe, që nuk futet më në ferr, por sjell ferrin nëpërmjet Mefistofelit në tokë. Iluministi I madh, por këtë e bëri masi kishte ndetur, ka 10 vjet për ta shkruar. Faustin, dhe masi kishte ndetur një vit me etikën e Baruch Spinozës në xhep, e kishte studiuar mirë. Dhe janë të gjithë këto që kalojnë njerëzimin, I paraprin njerëzimin në për të gjitha ato fazat e tij deri te iluminizmi. Pra nga Homeri, që ishte një rapsodi thjesht popullor, që me magjinë e tij të madhe filloi holli bazat. Siç ka thënë Eskili me të drejtë, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se ham nga thërrimet e sofrës homerike, që nuk është e vërtet fare sepse Eskili ishte vetë pjesë e sofrës homerike. Sikurse edhe Sofokliu, sikurse edhe Aristofani, sikurse edhe Euripidi, që futi pastaj festa dionisake dhe e ktheu në dramë sepse futi dhe popullin brenda në veprat e tij. I kanë paraprirë njeriut. Dhe duke qenë një armë shumë e fortë, edukuese, gjithmonë pushteti ka pasur frikë ndaj artit. Dhe Ky vazhdon të interesot. të gjithë përpiqen ta mbajnë nën kontroll artin. Domethënë, ti ke pasur gjeni që kanë qenë, domethënë kur Michelangelo Buonarroti bëri gjyqin e përbotshëm në Kapela Sistine, që është vepra e tij e fundit se pastaj ndroi jetë, domethënë kanë qenë gati dhe rrugacëror në gjeninë e tyre. Ai ka një pikturë, nga marrë dhe skulpturë figurativ dhe vdesur. Ka gjyqin e përbotshëm, ku janë 300 figura. Që është komplet ndryshimi I mendësisë, ku ti Krishtin nuk e ke më të përvuajt, unë ke një Krisht gati gladiator me dorën ndërshkuese lart, edhe Maria e dorëzuar. Pra ke komplet nëpërmjet simbolikës ai flet prit se dora e Zotit është dora e mëshirës, por është edhe e ndërshkimit. Se përgjithësi të gjitha fetë mbahen që nga antikiteti, të gjithë besimet paura e meraviglie, thotë italiani, pra mrekullin që bëjnë fuqitë hyjnore, që unë për vete I respektoj, I njoh dhe I respektoj, pavarësisht se nuk jam praktikant, po besoj që ka forca hyjnore. Dhe frika ndaj ndërshkimit. Në bazë që në antikitet, domethënë në politeizëm, deri tani në monoteizëm, kjo është fryma e pushtetit suprem. Dhe kanë qenë 300 figura nudo. Dhe kur vajti papa dhe e pa të përfunduar, në mos gaboj ka qenë papa Clementi, e pa, të s'mund t'i fliste gjeniut, dhe tha, po si shumë nuditet ka, tha. Si kur t'i mbulonim ca, dhe I kthehet gjeniut dhe t'i mbulo palaçollëqjet e Vatikanit nga pikturat e mia. Papas, njëri për njerëzve më të fuqishëm politik në botë, ti mbulo pislëqjet e Vatikanit, jo pikturat e mia, jo artin tim. Dhe faktikisht deri sa vdiqja e pikturë ka qenë nudo. Kur vdiq Michelangelo vun nxënësin e tij më të mirë që vuri draperit që janë dhe sot. Pra deri këtu arrinin. Deri në arrogancë nëpërmjet artit të manipulojnë çdo gjë. Mundohet të manipulojnë çdo gjë. Për shembull, thot Platoni, kur flet te ligjet, thot se ata kanë pasur debatin e madh, Sokrati
nëpërmjet Platonit, se Sokrati vetë s'ka lënë asgjë të shkruar, artin nganjëherë ata e konsideronin dhe si të dëmshëm, bile duhej censuruar, duhej mbajtur kontroll, sepse ata ishin për të vërtetën hyjnore, për të vërtetën në vërtet, ata thoshin që trupi është burgu i shpirtit, është arkivoli i shpirtit. Ata ishin për shpirtërorën lart. Dhe prapë edhe ai që në një lloj mënyre nuk e qaste shumë artin, thoshte se kur ata janë në pushtetin e muzës, frymëzimit, ata bëjnë mrekullira edhe pse nuk janë shumë të ditur. Dhe pastaj vjen Aristoteli, nxënësi i tyre më i mirë, që thotë, jo, e keni gabim. Sepse arti vërtet nuk thotë të vërtet, por thotë të vërtetën e ngjashme. Por duke thënë të vërtetën e ngjashme, e çon atë në një nivel më universal, më filozofos. Që jo të gjithë mund ta kuptojnë. Përgjithësimi. Dhe kjo është mrekullia, kjo është hyjnoria, krijimi. Për shumë, po të shikosh Kapela Sixtinën, është piktura e famshme ku Adami ka të prekjen e Zotit, ka gati prekjen. Po ta shikosh, Zoti është në një formë truri, ëngjëjt afërtit janë shumë të nxehur, dhe ai që drejton kishtin drejt njeriut, Zoti është brenda teje. Që i ndryshoi mendimin se mund bëhet mish i kokër tani, nga që i kam studiu, që i ndryshoi mendimin gjithë Europës. Il Rinascimento, i ndryshoi mendimin komplet Vatikanit. Pra Zoti nuk është gjë abstrakt atje lart, jo, Zoti është brenda njeriut. Dhe faktikisht njeriu i ka të gjitha brenda, dhe të mirën dhe të keqen dhe forcën dhe urrëtin dhe të gjitha. Pse? Sepse njeriu është një univers i pashtershëm. Ne gënjejmë veten sikur e njohim veten, ne nuk e njohim veten. Ne përdorim vetëm 15% të fuqisë tonë trupore, të mendore, më fal. Ne nuk e dim akoma se sa është kapaciteti jon i plot si njerëz. Ne jemi shumë të zhvilluar në teknologji sot, në gjërat e përdorimit përditshëm që na duhet, ku nuk e di lavatriçe, kompjuter, televizor, po faktikisht ne nuk njohim planetin ton. Ne njohim 15% të ujrave. Po. Ne njohim vetëm 20% të tokës, të shtëpisë tonë. Ne nuk e njohim. Hapësirën e njohim shumë pak. Pse? Sepse vetë njeriu, çdo njeri për nesh është një univers më vete, që duhet ta zbulojmë. Dhe prandaj, edhe arti pikërisht këtë përpiqet të bëj, përpiqet të shkoj përtej asaj që shef realisht. Të bëj të njohësh dhe veten më shumë. Një pyetje që do doja ta bëja se është po bëhet edhe ky kalimi nga epoka në epokë. Se mbaj mend që e ke pas dhe në një postim tënde në një foto, e ke thënë që më pëlqen ky kalim nga epoka në epokë që në kohën që je në skenë. Dhe doja të dija që nga gjitha pjesët që ti mund të kesh bërë, live, po më thuaj live, sa është live që skenë, cila mund të ketë qenë pjesa e cila që të ka dhënë një mendim, një koncept në lidhje me jetën pak më të fuqishëm. Çdo pjesë. E dramaturgëve të mi, unë këtë po them. Por unë po të marrë një komedi që bëm verën e kaluar. Ku unë kisha rolin është komedi. Ka mendim, nuk është nga këto farsat, 3 gratë lëna që urrin burrat e nga këto gjërat e lehta. Jo, është komedi e mirë. Humor i mirë, humor me mendim. Dhe unë kisha rolin e një gjykatësi mediokër. Dhe ai ka një batut kryevepër. Që i thot personazhi tjetër, i thot personazhja tjetër, i thot bëni drejtësi. Jo, më jep të drejtën, i thot, po këtu, gjykatësi vetë thot, këtu nuk bëhet fjalë për të bërë të drejtën, këtu është domethënë për të dhënë të drejtën, nuk bëhet fjalë për të drejtën, bëhet fjalë të bësh drejtësi. Janë dy gjëra krejt kundërta. Ajo për cilën njeriu tash e mot që kur ka lindur është kush është e drejta dhe kush është të bësh drejtësi. Janë dy gjëra që shumë rrallë përpiqen. Shumë rrallë piqen. Ne, po të ish në koncept, s'ka pra, gjë hiç. Ashtu, çdo pjesë e mirë të mëson të pasuron. Çfarë është aktori në thelb? Po ta thjeshtëzojmë nga gjithë teoritë. Aktori po e metaforizoj si gjë është një mitër. Është një mitër që mbarset. Merr spermën të zezën mbi të bardhë, një gjë të vdekur praktikisht. Dhe jep nerva, kocka, mish të menduar në mënyrë të folurit, në mënyrë të ecurit e tjerë. Pra, sjell në jetë një njeri që mbaron ciklin e vet dhe vdes për të filluar për të krijuar një njeri tjetër nesër.
diku një princ, diku një mbret, diku një rrugaç, diku një kriminal. Po duke u marrë me këto gjëra, ti fillon të përpiqesh të kuptosh këto tipologji njerëzish. Dhe normalisht ato ndikojnë te ty. Dhe normalisht ato dashur pa dashur të pasurojnë. Prandaj është një nga artet më të vështirë në botë. Domethënë prandaj dhe shumë aktorë në bazë edhe të statistikave botërore janë më vetë shkatruesit. Vetë vrasës, narkoman, të alkoolizuar, depresiv. Pse? Sepse ti fillon hyn dhe laboron dhe hyn në laboratore personazhe që ti s'ja ke ide dhe të futurit brenda tyre, pastaj shpeshherë krijon edhe çrregullime. Unë mbaj mend një intervistë të Val Kilmerit kur mbaroi The Doors, filmin që kishte rolin e Morrisonit. Dhe ishte vërtet tragjik në intervistë. Tha nuk kuptoja më kush isha, tha. Filloi të më dhimbte shpirti se nuk kuptoja më kush isha unë, Val Kilmeri. Masi mbarova filmin, nuk e dija kush dhe mund të futesh 8 muaj në shtëpi rehabilitimi për të rigjetur veten. Si Heath Ledger që mbaroi pa mbaruar, pa dal filmi akoma. Jokeri vrau veten. Po. Pra shiko çfarë gjenie kanë këtë, gati dhe tragjike. Më këmati këtë e kisha disi pyetje në linjën e ty në fakt që në kohën që heqat kostumin e një personazhi që ti ke, sa të lehtë ke të dalësh nga mendimi Unë shiko çdo aktor, të paktën nuk shumë ka rezultuar ka ato armët e veta për të çarmatosur personazhin që ka luajtur. Unë kam librat, lulet kryesisht, se me shoqe i dashuron lulet dhe merret, me to merrem dhe unë nga një çik, unë merrem më tepër për të shkarkuar dhe vizatimi dhe skulptura dhe piktura. Ato janë purifikimi im, sigurisht familja. Me djemt, me çunat, pazarin, me gruan, bëj një gjë, dil me çunat pin kafzat ato në urritën, janë 20 vjeç një ritet me tjetrin ke si shok, një bisedë, një drejt, një dalje në det. Pra, përpiqem të gjej mekanizma që mos kenë lidhje me që në një lloj mënyre të më çlirojnë nga ajo që kam kalu. Se përndryshe veç shkatrohesh, po nuk krijove këto mekanizma, domethënë sa i bukur është, aq edhe fatal. Po. Sa i bukur është si profesion, aq edhe fatal. Dhe faktikisht, gjenit më të mëdhenj në botë kanë qenë nga qenit më të çuditshme, që nga Picasso që preu veshën e vet, e për të mos folur për Caravaggio që zihej nëpër rrugë përfundon në mërbuje, gjithë ai gjeni Michelangelo Merisi, Caravaggio, një nga piktorët më të mëdhenj të historisë, përfundonte zihej me gri, vritej me shpata, futej në burg, rrugaç komplet. Por gjenia e tij ishte. Ose Michelangelo Buonarroti që lufton dhe me shpatë për mbrojtjen e Firenzës, ti që s'kishte të bënte rrite Leonardo da Vinci. Ti thoshte ti një parazit s'mbaron dot asgjë. Gjeni të dy gjeni. Emra nga më të mëdhenj të historisë njerëzimit, gati njerëzor, toksor, gati pse jo edhe vulgar dhe banal, po gjenia tek ajo që bënin pastaj i reziston shekujve. Pse? Sepse buronte. Unë kam parë një koncert të Kurt Cobainit në 5 maj të 93-shin në Olimpico të Romës, se kisha adhuroja atëherë. Unë isha shumë i dashuruar me Nirvanat edhe kur erdhën isha emigrant. Vajta me vrave pash. Dhe ishte impresionues sepse ai nuk është se kishte një vokal kush e di se çfarë. Nuk është se ishte një kitarist virtuos si Jimi Hendrix, po themi, ose si Blackmore, ose si Gilmore etj. Që ishte. Jo, ai sharra bët. Vetëm sa ai villte shpirtin në skenë. Kjo gjë e veçantë. Po. Ishte ai villte shpirtin në skenë. Kjo është element që i dallon të gjithë në fakt. Kush vlen dhe kush nuk vlen. Po në një moment ke pas kështu që gjatë kohës që po i luan pjesën në skenë që nuk e ti që pa të komandon personazhin, po ti ta ish pa të komandon. Po. Ka ndodhur shpesh. Ndodhe, po me kalim në viteve ti mësosh të kontrollosh atë, se ka të bëj shumë përvoje. Domethënë talenti është një ranë shumë e rëndësishme. Se nga njerë ky profesioni jonë është me të dhënë, nuk është me të thënë. Por ka të bëj shumë puna, pra investimi, sa e dashuron, sa përkushtohesh, sa përpiqesh etj. Ka të bëj dhe përvoje. Po vjen në një fazë që ti e di ta kontrollosh.
Domethënë përvoja, ecuria, të krijon të jep një lloj sigurie. Dhe ti dita menaxhosh, domethënë di edhe ta televizësh nëpërmjet saj. Ky romani i madh thoshte në kuptimin e keq fjalës zanot, çuna zanot. Ka qenë nga pedagogët pa dizë dhe nga regjisorët më të mëdhenj të historisë së teatrit shqiptar. Sali Protopa. Po. Piro, atë thoshte zanot. Nuk e thoshte për keq. Po e thoshte në kuptimin që shiko, kjo gjë duhet ta menaxhosh, duhet dish ta kontrollosh, duhet dish të... Dhe është që... Dish ta bësh tënde. Po, ta bësh tënde, eksakt. Dhe një sfidë emocionale ke pas gjatë kohës, nuk të kesh pas ndonjë pjesë që nuk të duhesh të dalësh shumë nga vetja dhe në një sfidë. Sidomos tek te dramaturgjitë dhe personazhet e mëdhenj. Domethënë ka dramaturg të cilët i flasin kohë, po them Shakespeare ose Chekhov. Po marr dy se ka plot, ka Dürrenmatt, Strindberg, ka pasaj nuk po flasim për Molière, Carlo Goldon, gjithë ta, nuk po flasim për antikitetin e tjerë, që janë autor deri edhe te Ionesco, e tjerë, deri dhe eksistencialistët, edhe teatri absurd, faktikisht nuk është teatr absurd, është teatr eksistencialist, prapë merren me indin e njeriut, merren me ekzistencën e njeriut. Që kanë momente që të rëmbej dhe ti nga i heras vetë nuk e di ku je. Zhytesh komplet në Po, sepse ajo që bën, dhe aktori duhet jetë koshient për atë që bën, momenti që bëhet e tëra e përgjeshme, pra ti ndërgjegjësohesh deri në fund për atë që po bën, ajo të rëmben, pastaj të çon në tjetër dimension. Domethënë vetëm kur zgjohesh pastaj edhe thua wow. Ku jam? Ajo që mund ta, jo se humbet konsciencën, se je i qartë, po të rëmben edhe ajo që quhet muzë, që quhet frymëzim. Nuk është fjala e saktë frymëzim. Muza, kur të rëmben ajo perëndia, kur të rëmben fata e krijimit dhe ti je koshient, por nuk je i kthjellët. E di çfarë po bën, po të rëmben dhe të çon në një nivel që ti e ke çik vështirë ta kujtosh më mbrapa. Pra ikën diku. Ajo është një mrekulli pastaj, ajo është orgazma profesionale. E thënë me i fjalë. I kemë volën. Po pika të dopta. Keti? Ta pris shumë me ajsa të shoh ty. Më dukesh në çdo gjë nota 10 në 20 vite, po. Jo, a ke një pikë tënde të dobët në skenë? Po. Në skenë apo në jetë? Në skenë. Po në skenë jo. Në skenë jo, se tani përvoj, më përpara që bën kur je i ri, sado fort punosh e tjerë, ke jo do bësh dhe lapsus edhe në një moment bukosësh, janë emocionet që të zotërojnë më tepër me kalimin e viteve, ti mëson se si ti zotërosh emocionet. Kurse tani është më pra, sigurisht, ka dhe një gjë që mos i bëjmë qefin vetes. Ka prap Michelangelo i madh një shprehje që thot artisti, Michelangelo Buonarroti, që thot artisti duhet të ketë vepra që të ketë kryevepra. Pra jo çdo gjë që do bësh do jetë ar. Dhe të floridet. Do kesh role të mira, do kesh pak më të mira, do kesh shumë të mirë, do kesh pak edhe më të dobët, bile nga njerë profesionin tonë dështimet të ndihmojnë më shumë. Këte na thoshin pedagogët tanë kur ishim shkollë. 99 budalliqe më sillnin në shkollë, se kur dilni pasaj atje, thoshte për kur të dilje në profesion, aty s'te lë njeri të gabosh. Sepse nga njerë nga gabimet mëson shumë më tepër se sa nga suksesi. Gjithmonë mëson. Suksesi nuk është i lehtë. Gjithsesi dalim te ajo që thash, mendimin e kisha të saktë, që nga ishte e dita, ti jetë e dita. Jo gjithmonë. Në sytë e mi. Jo gjithmonë. Plus, dhe ajo 10, ka 10 me yll, ka dhe 10 minus. Është çike vështirë. Shiko, për vetë aktorin, për vetë krijuesin është çike vështirë ta gjykoj vetën. Sepse unë nuk e shoh veten time nga jashtë. Sigurisht të jashtë. Ashtu. Pra, unë e kam vështirë të them, se shpesh na pyesin cilin rol mban ti për më të mirin tëndin. E ke të vështirë, nuk e thua dot. Nuk e ndonjë mande
Edhe unë shpesh e dëgjoj këtë edhe tek muzikantët që u bëhet si Po. pyetje, cila është kënga që ti do më shumë? Edhe i thonë që unë kam gjitha njësoj, Sepse i ka kriju vetë. I kam kriju vetë, unë është njësoj si fëmijë, të ke 5 fëmijë, nuk mund të është e duj qik më tepër se ky. S'ke shanse. Prandaj është pyetje një qik absurde, më kur më bëjnë të pyetje them çat ti them. Sepse vërtet nuk e çat thush. Ato nuk e ndan tok, nuk e ndan. Se ndan tok. Logjikisht po, diçka. Prandaj dhe bota ka kritik, ka mendim profesional, ka mendim të publikut, që ata e dallojnë. Ata janë jashtë, ti e brenda. E ke të vështirë, nuk shef do të 100% qartë. Sigurisht aktori e ndjen spektatorin, se është ajo energjia e padukshme, ja ndjen të rithërimën, ja ndjen të qeshurën, e ndjen se është live, kjo është e bukur e teatrit. Por prapë ti nuk e di si je nga jashtë, ai që të shikon është, shikon në fund fare çfarë është teatri. Teatri është një pasqyrë që i vjet shoqërisë përpara, ne quajmë mur të katërt, quhet. Është një pasqyrë që i vjet shoqërisë përpara, që shoqëria është ai që të thash pak më përpara me punë vajtojsave, që shoqëria të shikoj më mirë veten e vet. Sepse çfarë bëjmë ne? Ne i japim një copë realiteti publikut. I vëjmë një realitet të ndërtuar në një kuti të zezë siç është skena. Ndoshta edhe një situatë që ai mund t'i vi më vonë situatë dhe ta ketë një Ne këtë bëjmë, ne i vëmë përpara publikut një pasqyrë, që as shikoj veten e vet më mirë, të kuptoj. Dhe prandaj ka njerëz që vinë teatr dhe qajnë. Po ka njerëz që qohen se nuk e përballojnë dot atë që po shohin skenë. Që ajo mund mos jetë historia, mund mos ketë lidhje me historinë e tyre, po ka lidhje me diçka të ngjashme që atyre në kujtesë emocionale i provokon gjëra shumë të forta. Sepse ky është arti. Po ty të ka ndodhur një moment që mund të mos jetë pjesë plan një pjesë që duhet të qash në skenë, po thjesht mbushoj lotët. Po, që vjenët. Shiko, ka dy lloj aktorë, ka shumë lloj aktorësh, po ka aktorë që janë shumë racional dhe sakt, logjik në gjithçka, në vepruar, pam. Ka dhe aktorë që janë më emocional, që janë më të ngrohtë emocionalisht, shkojnë më pranë emocional, shkojnë më kollaj te emocionalja. Të dyja palët janë aktorë, janë shumë të vlerësueshëm për mua si neritan. Ata që i kam të gërshetuar ata dy, ato janë mrekullia pastaj. Sepse për mua një aktor profesionist duhet të jetë 360 gradësh. Të ditë luaj përjetimin, të ditë luaj distancimin, të ditë luaj komedinë, të ditë luaj tragjedinë, etj. Profesionisti. Pse? Sepse një rol në jetë mund ta bëj çdo njeri. Enea më mirë se Enea në film se bën dot neritan. Problemi është si të bësh karaktere dhe personazhe të ndryshëm, pra të kalosh nga njëri te tjetri. Ky është aktori profesionist. Sepse po të bësh gjithmonë të njëjtin rol, patjetër mund ta bësh shumë mirë, por në një lloj mënyre bëhesh monoton. Se e di tjetri çfarë do bëj. Këtë bën ky gjithmonë. Për mua, kjo është shija ime personale, aktori mirë është ai që shkon nga njëri rol në tjetër, pra është i ndryshueshëm. Është në kuptimin e keq fjalës një lloj kameleonti. Po, kameleon. Që ndryshon, është ndryshe nga njëri rol te tjetri. Ai është profesionisti i mirë, që nuk i sjell personazhet e vetja, po shkon ai te personazhi. Se për shembull ti tash Shakespeare me dialekt tiranës nuk e bë dot. Sepse dhunon, jo se kanë gjithë po dhunon autorin. Pra, je i detyruar ti të shkosh te ajo epokë. Të fillosh të njohësh cili ka qenë mendësia e shekullit 15 në Britani, në Europë, nuk e di pra çka shkruajtur Shakespeare, ose Çehovi, si ka qenë bota ruse e fundit carizmit para revolucionit të tetorit, çfarë vuajtjesh ka pas ajo shoqëri dhe ajo ka nxjerr penat më të mëdha të historisë së letërsisë botërore, nga Dostojevski, Lermontov, Çehov, çfarë kanë nxjerr ata? Çfarë Pushkine, Senine, çfarë nuk kanë nxjerr bota e madhe ruse? Ai shpirti i madh dhe i vuajtur dhe i bukur rus. Ka dhënë çdo e keqe. Tolstoj, se harrova Tolstoj, filozof. Ai është filozof. Do të thënë, çfarë bën arti? Çfarë bëri Kadareja jon në kohën e diktaturës? Se ka që e pëlqen, ka se pëlqen dhe s'ka asgjë të keqe në këtë mes, sepse artistët e vëdhej kështu janë. O duhen o urren, por në një debat që pata me një mikun tim,
një art dashës shumë i madh, thamë, se nuk ishte disident. Shikoj tash, nuk është puna të jetë disident apo jo, të futet në burg apo jo për të bërë i madh. Unë i bëra vetëm një pyetje, çfarë do ishte letërsia shqiptare pa Kadaren? Si do ishte? Do ishte shumë bosh. Shumë e magnet. Këtu ai ka kry funksionin edhe si njeri dhe si artist, sepse ai vuri një standard që ishte standard shumë i lartë për letërsinë botërore. Po. Që vazhdon dhe analizohet. Pra, ai ka bërë gjithçka për këtë vend. Momenti që ai ngriti nivelin e letërsisë së letrave shqipe, për mu, S'ka zëmundësi. Fishta, Lasgush Poradeci, se da është gigant, bro, Mitrush Kuteli, sigurisht janë Naimi e Abdyli, këto Naimi e Vasopasha, gjitha janë gigant, pa diskutim. Po këto janë majat e letërsisë shqiptare. Vazhdon dhe ato analizojnë këto. Fishta është Bibël, kombëtar. Fishta është njësoj si që është komedia hynore, Dante Alighieri është fishta. Do më thënë ti e lexon dhe mrekullohesh në çdo varg ti. Për artin, për njohurinë, për mençurinë, për patriotizmin, për një zinxhir të tërë vlerash artistike. Po kështu Lasgush Poradeci. Po. Që lirike, bukur e fine, e mençur, me art, me shije të këput. Nga njerë edhe erotik, pse jo, po është gjigant. Ata nuk sejnë më. Shiko, unë nuk jam shumë dakord me këtë e di pse, ne gjithmonë do kemi artistë shumë të mirë. Po në nivelin që kanë ata, nuk e di. Të gjithë harqet në Greqi ke shqiptar. Po. Viola, violin, violincel, të gjitha harqet. Balerinët dhe balerinët klasik më të mirë në trupat më të mira të Europës ke shqiptar. Ke pianot më të mira, ke piktor të jashtëzakonshëm, ke këngëtare lirik dhe këngëtar lirik tenor dhe soprano nga më të mirat në botë. Pse? Se ne jemi popull i vogël, po ne jemi popull me temperament shumë të fortë. Ne jemi popull që gjakojmë në 20.000 probleme që kemi ne si kombë, ne jemi popull i bukur. Ne jemi popull që gjakojmë. Për plasemi, ngërthemi, kemi temperaturë 37,5, jo 31 si norvegjezët. Pra jemi populli gjak nxehtë. Jo, nuk është puna të gjak nxehtësia, jemi popull që Ja, ka në kuptimin kemi energjinë. Po. Por ne kemi një të keqe që politikat i gjynë shkelm artistët, ose i nënshtrojnë. I kthejnë aty në ca keq më vjen ta them, i kthejnë në ca lëpirës partish. Kur shkojnë jashtë bëjnë namin, këtu nënshtrohen dhe fillojnë bëjnë njerëz vegjël që shikojnë ku të kapi lek aty dhe turp vjen i dalin një kriminali në mbrojtje. Një kriminal. Atëherë me çfarë morali do dalësh nesër në skenë? Dhe nuk janë vetëm të vetmit, se të votë muzikës, se të media. Po i fus të gjithë në një grup. Masivisht. Me çfarë morali do dalësh të japësh moral ti, spektatorit nesër? Se që pa moralin në këtë vend është ngritur në piedestal, kemi marrë vesh gjithë. Por kulmi i pamoralit është kur i pamoralshmi i bën moral të moralshmit. Kulmi. Kur një pamoralshëm do të thotë se dheu urdhëro, se arti urdhëro. Po ti je një laro mu, më falni se po përdor të tërë. Ti je laro mu, ti je burgaxhi. Jo ti je se po ti je burgaxhi më flet mua për politikën e pradhë dhe dashurinë. Ti. S'ke tagrin moral, ti flas një të moralshmi atje. Nuk ke, moralisë ka ca hierarki shoqëria, që janë të mira, i ndihmon shoqëri, hierarkia. Dhe artisti hyn te elita, artistët, te elita e një kombi. Flas elitë shoqërore, nuk flas elitë aristokratike. Po, kuptoj. Për ti pa moral, çfarë do i thuash atij tjetrit? Që të paktën është një qytetar i mirë, i ndershëm. Ti je një lëpirës partie, çfarë do i thuash atij? Se artiste, po ike. Se i pa besueshëm. Ka shumë gjë, më kam pas shpesh të kam dik gjatë gjithë kohës edhe ti në qoftë se nuk je qytetar i mirë, nuk do jesh kurrë dot artist i mirë. Nuk do jesh dot sepse e ke të pabrëndshme atë gjë, e ke të pavërtetë, e ke pa sinqert.
Ma më kam ngel në mundi një fjalë që ka të bëj me këtë pjesë, ka të bëj me pjesën e modelingut, por që më pëlqen shumë si fjalë që ka thënë, po e them kush, S'ka. ka thënë një vajzë aty që se ishte në aty do bëjmë modele. Shikota, si fillim ti duhet të bësh modele vetë ti, me vetveten tënde. Eksakt. Pastaj flokët e fustanit Ato e më bëjnë kollaj. ti bë modele ti vetë se ndodhi diçka që ndodhi aty dhe bëu ti tha, pastaj edhe këtu që të bësh. Mua më pëlqen shumë antikiteti, sepse në një lloj mënyre ti zbulon rrënjë, zbulon kushje. E thash, historia është mësuesi më i mirë. Edhe nga që kam dhe djalin për arkeologji, po që përpara sa i thuti për arkeologji, shive qytet shtetet helene, nga Mikena, nga Tirinti, nga Argosi, etj gjithë. Edhe vetë vemi në Delfi. Delfi qyteti ku mund të ketë shpjegime edhe shqiponja e Flamurion. Ku sipas mitit Zeusi çoi dy shqiponja të arta që eran rrotull botës në dy krahet kundërta dhe ndodhen gjithë mençurinë e botës. Mund të jetë kjo. Aty ku Apolloni mbasi iku nga Delfi, nga qyteti ku lindi, erdhi në Delf, vrau Pitonin dhe është orakulli i famshëm i Delfit, tempulli i Apollonit. Është një qytet i mrekullueshëm. Dhe është me katë. Shumë bukur. Unë e sugjeroj kushdo që të shkojë ta shohë, se kupton shumë. Dhe poshtë në katë parë të qytetit, po themi, është ajo që quhet Gymna në helenisht, se s'ka qenë greqisht. Greqisht është tjetër gjë. Kanë qenë helen, nuk kanë qenë grek. Më duke i krahasuar me grekët e sotëm. Dhe shumë e madhe, gati sa sheshi Skënderbej. Edhe vrasmendin pse ka qenë madhe. Sa atëherë kanë qenë qytete të vogla, nuk kanë qenë, domethënë kanë qenë qytete me 8.000 vet, 10.000 vet. Qyteza. Sot mund të quhen qyteza, lagje, Tiranës. Edhe pyesi nga Ciceroni, pse ka qenë madhe? A tha, po se shko, tha, nuk bëni shpalestra. Gymna vinte nga fjala nudo, sepse bëi stërvitje nudo. Po. Po nuk bënin vetëm ushtarakët stërvitje, bën dhe gjithë populli stërvitje. Pra ishte edukim. Ndërkohë që pastaj vinin tempujt e Athinase, tempujt e zotave, vinte tempulli i Apollonit, orakulli i famshëm i Delfit që vinin nga çdo cep i botës për parashikuar të ardhmen. Pastaj vinte teatri dhe sipër teatrit ishte stadiumi. Sepse sporti dhe arti hynin te edukimi, është tek ajo që e thash pak përpara. Sporti çfarë ka? Përveç që të kalit një fizik shumë të mirë, që është shumë e mirë për njëri. Fjala e popullore shqiptare thotë që mendja shëndosh në trup shëndosh. Po kalit forcën e garimit, shpirtin kolektiv, pra sporti ka gjëra shumë të mira. Ka gjëra që por ama çfarë ka? Këtë muskull mund ta bëj kushdo. Në palestër, në sport, në drejtë. Po pse futej arti te edukimi? Sepse arti edukonte dy muskujt më të fortë njeriut. Edukonte këtë edhe shpirtin, edhe zemrën. Dy muskujt më të fortë njeriut, këta janë. Përveç këtyre. Por këtë mund ta bësh kushdo. Këtë është çik vështirë ta ndërtosh. Dhe prandaj arti s'ka për të vdekur kur. Kur lindi kinemaja, shumë vetë menduan se teatri do merrte fund. Jo. Ajo mban gjë. Sepse teatri ka lindur me njeriu. S'ka për të vdekur kur. Kur lindi fotografia, shumë vetë menduan se piktura do mbaronte. Jo. Nuk mbaron kur sepse piktura ka lindur me njeriu. I ka dhënë më shumë I ka dhënë shumë forcë më mirë. do të thëja më shumë çmim, po jo në kontekstin çmim. Prandaj janë këto institucione të bukura njerëzore që s'kan për të vdekur kur. Marrin futbollin. Futbolli është një institucion njerëzor. Është perëndi në kuptimin. Po. Pse? Sepse ka lindur është gara, shpirti i garës, shpirti fitores, miqësia pse jo. Përplasja pse jo. Janë brenda natyrës së njeriut. Po kështu është dhe arti. Pra dhe në këto dy institucione të bukura të cilat do ta udhëheqin njeriu gjatë gjithë kohës. Dhe prandaj arti gjithmonë ka qenë antagonisti në kuptimin e mirë të fjalës. Si vetë miti. Edhe miti në një lloj mënyre është antagonisti.
Sepse vret gjithçka ka rrotull, kuptimin jo të keq fjalës. E kuptoj, po. Dhe prandaj bëhet kthehet në mit. Qoftë Zeusi, qoftë edhe Stalini dhe Hitleri, janë mite. Mite të këqij, mite të këqij, se ka mite të mirë, ka heroj, ka dhe antiheroj. Mite të të dyja nuk s'ke antagonistën. Ku do i vësh përballë të mirës, të keqes do i vësh të mirën. Pra, ka nevojë njeriu. Dhe qoftë edhe mitet e këqija, prandaj ka atraksion gjithmonë tërheqin për Hitlerin, për Stalinin, për Enverin, sikur se ka dhe për Zeusin, sikur se ka dhe për Jezu Krishtin, edhe për Muhamedin. Janë mite, faktikisht janë mite, që kanë sjell filozofi, kanë sjell mënyrë të menduarit. Do s'do, pozitiv apo negativ, ke çfarë mësosh diçka? Patjetër. Për shembull, unë i kam lexuar të gjitha librat e shenjtë. Po t'i marrësh, po t'i shikosh në thelb, janë të drejtat e njeriut. Janë të drejtat e njeriut. Çfarë thonë? Fjala është e para. Po. Fjala është e para, sepse fjala artikulon mendimin dhe emocionin. Ajo është e para. Nëpërmjet asaj ne shprehim. Çfarë thotë? Mos vrit, mos vjedh, respekto nënën, mos tradhto gruan, ndihmo të varfrit. Çfarë janë këtu? Në thelb janë të drejtat dhe detyrimet, në kuptimin e mirë të fjalës njerëzore. Kur ke mundësi të bësh mirë, bëj mirë. Mos tradhto gruan, i besnik. Pse se besnikëria është një institucion i fortë njerëzor, dhe kur ke besnikërinë ndaj bashkëshortes, do e kesh edhe ndaj flamurit, po do e kesh edhe ndaj kombit, po do e kesh edhe ndaj shtetit. Mos vjedh, pse se është një gjë që nuk të takon, nuk ke të drejtën. Këto thonë librat e shenjtë. Këto janë urdhëresat e Zotave. Në fakt janë urdhëresat edhe të brendshme njerëzore. Flas për instiktet, se nuk do ta quaj moral, se ka ngel ky termi i fjalës moralit komunist, ka ngel si nuk po e quaj moral, por janë instiktet e mira njerëzore. Janë ato gjëra që njeriu duhet ta udhëheqin në atë rrugtimin e tij në jetë. Është mirë ta udhëheqin. Sepse momentin kur ti ke këto instikte të mira, aty vritet korrupsioni, aty vritet hipokrizia, aty vritet antinjerëzoria, aty vritet urrëtia. Jo të gjithë se menaxhojnë do ta pjesë. Patjetër që po. Kjo është lufta e brendshme njerëzore. Dhe mos harro një gjë. Është vetëm një luftë që nuk mbyllet. Dhe mos harro një gjë. Domethënë, lufta me vetveten është betejë më e fortë që ka çdo njeri prej nesh. Sepse po mposhtë veten, ke mposhtur gjithë botën. Po mposhtë defektet e tua, po mposhtë frikrat e tua, se qenie biologjike jemi, mo dhe ariu ka frikë. Po. Ariu e sulmon njeriu ka frikë, nuk e sulmon kot për gallat. Po mposhtë frikrat e tua, po arritë të bashkjetosh, t'i kontrollosh. Këto, në një lloj mënyre ti përsosesh, bëhesh më i mirë. Nëse që thamë, duhet të njofësh veten. Me njohjen e vetes vjen gjitha këto pastaj. Dhe fatkeqësia më e madhe është që sot edhe ne jemi bërë, të paktën jo vetëm në Tiranë, por në përgjithësi njeriu modern është bërë që vrapon dhe nuk ka më kohë të mendoj. Jemi gjithë ditën vrap, mbaro këtë hik atje, domethënë, dhe unë atë kafen e mëngjesit prandaj kam të shenjtë, që e dua ta pi vetëm në qetësi. Aty në paqe vetë. Sepse aty unë ulem, është një ritual që më jep kohë mua dhe qetësinë time të shikoj brenda vetes. Çfarë bëra mirë, çfarë po bëj mirë, të verifikoj. A kam të drejtë këtë që po bëj? Apo prindëroj mirë? Janë pyetje që janë ekzistenciale, se unë fundit jam edhe prind. Po. Dhe detyra ime si prind është që ata që do lë pas vetes, në fund fare dhe ne jemi qenie biologjike. Vim në jetë për të çiftuar, për të lënë pasardhës edhe për t'ikur. Cikli biologjik i jetës, nuk do marrim miliardat në varr. Nuk do marrësh as lavdi, as gjë 2 metra dhe do marrësh. Por rëndësishme është çfarë lë pas. Sigurisht vepra ka të bëj, ajo që ke lënë në jetë me krijimtarinë ose me punën tënde ose me biznesin tënd, ka dhe ajo rëndësi. Po në fund fare rëndësia e vërtet reale është çfarë qytetarësh ke lënë fëmijët e tu, dhe detyra e prindit është jo t'ja ndërtoj jetën fëmijën, për mendimin tim.
Detyra e një prindi është të sjellë në jetë, të nxjerrë në jetë qytetar të mirë. Po, Njerëz që dinë të dallojnë të mirë nga e keqja, të drejtën nga e gabuara, të mësojnë, të edukohen, të jenë qytetar të mirë. Pastaj rrugën do e çajnë vetë. Do ndërtojnë vetë, se shoh se nga njerëz shqiptarë nga dashuria e madhe që kanë për fëmijën, edhe gabojnë në edukimin e tyre. Përpiqen të bëjnë jetën fëmijës. Jo, e dhunon nga dëshira e mirë, nga dashuria e madhe ti e dhunon. Do bësh si them unë, sepse shiko se po të zesh të punën këtu si them unë. Jo, lëre ta zgjidhni vetë. Ti ke për detyrë vetëm të edukosh një njeri qytetar. Një njeri qytetar. Një qytetar të mirë, të denjë për shoqërinë. Di që më ka bërë një gjë që më ka ngellë në mëndi kështu Jackie Chani, që një fetë. E ke parë intervjit me të birin? Po. Si ka lënë asgjë të birit ai? Të do thej që si ka lënë asnjë gjë. Të punoj vetë, ka thënë, në qoftë se do të bëhet si unë t'i bëj vetë. Se shumë e drejtë. Se në shqiptarë këllë, si la lek qunit ai. Po. E vret. E vret se im sot parazit. Madje ka ndodhur para shumë një ta gjete me 50 Centin, me djalin e tij, nuk e di nëse të ka dalë. Që djali i tij gjithmonë i thoshte që më shumë lek. Po. Që ai ka plot. Ky mund të ketë se jepte duke 50.000 në muaj, diçka e tillë. Dhe i tha, shkoj, do të hap një biznes, se kushton të ku 2 milion $. Merro me punë. Po. Gjë shumë e mirë. Dhe me atë punë ti do bësh shumë më shumë. Jo, nuk e donte. Sepse i donte lekët gati edhe. Parazitizëm. Po. Ai është parazitizëm. Edhe kishte thënë që filloi gjej punë vetë. Po. Ai është parazitizëm. Unë kur jetoja në Itali kam jetuar në Torino, mbaronte pallati im në Lago Orbassano, një zonë shumë e bukur e Torinos, dhe fillonte vila e Omegës. Omegës, një nga vilat e Omegësorëve. Dhe unë isha emigrant, kisha tipo një flasin 92-94, në makinë të përdorur, bleva, se s'kisha ta kata letër, Unë kisha tipo një Picasso, djali Omegës, kishte një Panda 4x4. Që normalisht djali i pasur. Jo, ai punonte te jati, ishte me atlete, me gjinse, me i G-Box, me i makinë thjesht. Dhe ti di, italianët janë komunikojnë një moment se e furnizoni makinën, na qëllon dhe shpesh ta furnizoni makinën në gjithë benzinat. Dhe unë, se isha shumë i ri, isha 22 vjeç, me mendësi shqiptare dhe shtelo, po i permettere una makina migliore, dhe mund t'i ke lek marrë që makinë më të mirë. Fjala e ti e parë, tha tha pa tjetër, tha po pse, tha është ekonomike. Pa nuk i thështë dhe babit ndej makinën kshu ashu e tu kshu e... E dyta thash praktike, e treta gjen parkim kollaj, njëri racional, sepse për të leku nuk ishte perëndi. Po. Nuk e kishe edukuar i jati që ka babi lek, të qonia, jo. Leku nuk ta bën jetë, leku është një mjet jetese, i rëndësishëm, pa tjetër, po nuk ta bën jetën leku. Jetën ta bën ajo që ke këtu dhe ke këtu. Ditën e bën vetë ti. E bën vetë ti. Ti pra, kjo dhe kjo. Ajo që ka ti ndjen, ajo që ka ti jeton, si ndërton raportet njerëzore, raportet me realitetin, me vendin tonë. Pse ka pas burra Shqipërinë përpara? Sepse më përpara, qoftë veriu, qoftë jugu, binte drita, burrat futeshin në shtëpi. Edhe s'kan qenë si nxirrin në filmat e Enver Hoxhës që rrieshin ku prekeshin labet e mia me dorë. Gjyshet e mia. Fliste me meja ndjes pas të hante qaqkën e syrit, ishin labe fort. Dha filiq. Ishin, ama ishin dhe burrat, që nuk shkonin me pirakim me von loto me pasmenin të dashtarin. Më bëjnë të drita, burri ishte në shtëpi, merrej me edukimin e familjes, shikonte si rrite i biri, edukonte të birin dhe kishte burra Shqipëria. Kishte dinjitet, dhe i varfri. Dhe shqiptari i varfër kishte dinjitet, sepse ishte edukuar. Kurse tani fëmijën ta edukon Instagrami dhe Facebooku dhe ta këtu kiçi çajnë këto që... Të do thoja se unë të shoh shumë, jam tipi që edhe unë dhe babi im, një babë që i pëlqen këto filmat që kanë qenë të vite. Dhe aty dallohet shumë kjo ligji thojë ai familjes, se dëgjoj babai, mama. Po te sotme çka nuk dëgjon. Patjetër. Pse? Sepse prindi kanë harruar shqiptarët të prindërojnë.
Djemtë e mi nuk kanë as Facebook, as Instagram, as gjë. Marku 12 vjeç i madhe ka lexu Bukowski. Sa merri mësuesja e letërësisë më thamon ai ta, ka lexu Bukowski. I thash e di, i thash. Si ja lejove? Nuk ja lejova, i thash. I thash, bab, nuk është për ty Bukowski. Se i shumë i vogël, ka lënë edhe ca vitet e babit. Po. E lexoj. Po ma është edukuar me Pink Floyd, me Rolling Stones, me Aretha Franklin, me Johnny Lee Hooker, me Deep Purple. Nuk është mësu me, se s'du të flas keq për ta hip-hopistat shqiptare, rap top chop chipsat. Janë mësu me muzikë të mirë, janë mësu të shikojnë në galeri, janë mësu të lexojnë libra, janë mësu të shkojnë në teatr, s'kan as Facebook, as Instagram, përpiqen ta shikojnë realitetin e tyre mirë, jo nëpërmjet filtrash absurd që ti nuk i kontrollon dot. Ato janë fasadat. Janë mësu që grave të pallatit që janë mosh i mirë i merr çantat e çon sipër, siç jemi edukuar ne. Shkojnë, jo vetëm që bëjnë punë në shtëpi, bëjnë punë në shtëpi të dy. Se i kam thonë, babi dhe mami nuk janë shërbëtor, dhomën tuaj dhe pastroni vetë. Po shkojnë bëjnë punë dhe të gjyshjes kur e kanë smur. Kjo është ta me edukata që duhet. Se në fundit nuk po e bëjnë se je ti. Jo. Po e bëjnë se ajo gjë të ndihmon. Shiko, ka qenë një herë, unë kam qenë qitje. Dhe në qofë se do plaste lufta, unë isha sniper, rezervist. I matë jam rritur në për repartë ushtarake, me zbura shtë edhe qisja, bëhe qitje. Ti veti nuk i përqen dhe gjëgjë. Mas më papë thështë, atë kishë, se i ri qefi, edhe nuk i përqen. Mas më babë, lera armë, që do, bolt, jam unë, kam tërë jetën nga zërë, që pun ke ti. Maroj vitin e 3 liceu, unë kështë qitje në armë, babë ishte komandant batalion. Në më burim më qëmë. Më thotë, kam qitje në armë, me batalion do vish. Do vijë, thashë, po do qesës, nuk do shofë tabelat, normal që do qesësh. Mirë. Qefi më. Bëri batalion qitje në armë, kanë qenë me lambush. Bëri batalioni qitje, ushtri. Reparti kimisë. Mund të uzina tankeve, tani nga krau tjetër i lumit Tiranës, në shkolla qenëve, më ta. Që më rritë prasmet. Vdisja për kale më majt triciklave, majt makinave, pistoleta, rryp pa gjohë, vdisja, marot. Fi, në na edukoni që ti do të shushari partisë, papa. Kjo po na edukoni. Po. Edhe, i thot oficerve, merni batalionin që qonin në gazernë. Edhe mbajti shef e shtabit, komisarin edhe armatorin edhe rojët e poligonin. Edhe i vatë kishte Kalashnikov rusë, pra për rodhim bashkimit sovjetik. Armë shumë e mua, me thonë drejt, Kalashnikov. Edhe më thot mua, i thot armatorit, në sret, rrath me të pasë, ka ndru jetë. Thot 5 karikator me gjurë mlërës, me fshe gjurë mlërës. Thot, komandant, i thot, që ke mërti firmozore dhe po fshe. Gjurë mlërës e shef në atë plumi, se ata kanë fosforë në maj dhe fërkimi me arin në driqonë, dhe ti e shef të shumë plumë. Armë, tha u, komanda është e tjërë, urdhri është e tjërë, që është 5 karikatorët pandalim për e shkërit, pandaluar. Mos i bjerë as tabelave bjerë i kodrës. Pandalim. Dakor. Qefi mo, do që dhe, Rambo. Qa pozicionit të jush, barkas, gjunja, për në këm. Mbrapa, shefi shtabi, komisari, se ishe kojën verit, ishe komisari, edhe babën, armbush, bram, zjarë. Karikatori parë, ndro karikatori në armbush, fut dyti në armbush, po kodrës. 5 karikatorë, të treta unë baj mënd që nuk e di pësova diçka, për nuk di se ishe e vogël, 17 vjeç. Bile mrapa erdi policia, se të shqit, që 155 fishek, në 10 minuta. Pas në punti. Thot që më bëhet luft. Është luft, praktikisht, me 155 fishek, sa kanë 5 karikatorë. Në luft. është ma luft, ma ndyr luft. Ngeli arma hapur, shuri hapur e po nëzirë të tëmë. Dhe pare se duhet isha shfrytëruar. Erët babi, hoqi armën në dora, hoqi karikatorin, bëri shkrebin boshan dhe, pra që u siguru që s'kishte fishek, dhe i thot Nikolës. I thot komisari, thot Nikol, merë, ka dhe esim parë. E mori, po koda. A foti krava. A babi, që ndjenë? I di babi të që ndodhi dhe që piris. Nga ma qëtësina, pra ndaj dhe morë nuk më përqenë, tha që ty të përqenë armë.
Lëri filmat e Sergio Leone, sa që janë shumë të bukur. Që thot e vetmja gjë që mund të ndaloj plumbin është dollari, jo. Kur ke armën në dorë, tha, ti je në vend të Zotit, tha. I merr jetën tjetër me një kaq pak. Dhe po të pëlqeu arma, një ditë do vrasësh. E para. Dhe e dyta më tha, plumbi kur prodhohet, është raj i vjetër, që tërë jetën nga zero. Plumbi kur prodhohet, tha, nuk prodhohet as për gur, as për tru, as për dhe si akputet i kodrës, prodhohet për mish. Pra prodhohet për të vrarë njëri. Pra ndaj lërë armën. Unë që atëherë nuk kam pret më armën do. Do me thënë, fjala nuk i funksionoi. Zgjodhi një mënyrë për të maneveritur. Dhe 97 ku vini që të lajës, ta ose këna morgë. Pak fjalë ka bë këtë taktikën, si që i thonë plumbi del me plumb, Maneveriti. Maneveriti. Ma veli, si të thuash. Dhe unë që atëherë s'kam pret më armën. Edukimi i mirë për ndërrohet. Po, është metodë. Dhe unë qofse deri atëherë edhe zihesha me çunat e lagjes, ishim çamarrokun që atëherë nuk jam zënë më me njerit. Flas të kapeve fizikise, debate gjëra dhe ke pas. Debatet janë kudo. Ai ishte prindërim. Ai kuptoi që thjesht me fjalë nuk po i funksionon të gjëra. Ta ka gjetë metodën që duhet. Me që ishim të prindërimi. Do më thënë, sot një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë kthyer për fat keq, një pjesë e mirë jo të gjithë. Kanë kthyer paranë në Perëndi. Dhe është e vetmja Perëndi që i falen gjithë ditën. Edhe në gjumë i falen. Domethënë ti takon një mik që e ke që nga koha e fëmirisë, që nga koha e shkollës mesme pa e parë, se jetat ndanë etj. Dhe e takon mbas 20 vitesh dhe nuk të pyet si ke nonën, babën, si ke nusën fëmijët, po thotë a ke bën një lek. Po ç'a duhet ty e kam bërë unë një lek? Pra ka hik njerëzorja. Është kthyer leku në Perëndi. Ndërkohë që jo, dhe ashtu po edukohen brezat. Dhe po shformohet shoqëria, po kthehet një shoqëri materialiste që vrapon gjithë ditën për lekun dhe vrapon gjithë ditën mas lekut, kap çat kapësh dhe harron që bashkë me këtë kap çat kapësh lëshon një cop dinjitet, lëshon një cop moral, lëshon një cop nder, lëshon një cop burrni. Po mbet ti vetë. Edhe gjendesh pasaj që ke humbur. Pse se të mungon e reflektimi brëndshëm, thua prit një çfarë po bëj? Përse kam ardhur në jetë? Edhe një gjë që unë mendoj që është gabim. Nëse se nuk mundon ta gjejnë gabimin tek vetja, po ta gjejnë gabimin tek aplikacioni, si me TikToku, do mbyllet TikToku kjo. Nuk të edukon TikToku, edukon ti që e kanë shpi. Sepse është kjo ideja që unë jam i suksesshëm. Ti shiko, ty të vinë të Erion Veliaj, të më ndjej në njëri që është tifoz i Erion Veliaj, dhe të jepte 10 super lajme në ditë. Tashi në 30 ditë, ne merrim 300 super lajme. Edhe në fund fare ti pyesje veten, 300 super lajme në ditë, po pse jemi kështu ne? Pse jemi kaq? Sepse është ideja, mashtro, gënje, shit diçka që nuk është e vërtet, suksesi, patjetër, më i miri, më i bukuri, dhe ti harron që nuk ka pikë vlere kjo. Marketingu që ti i bën vetes. Shitje boshe. O shitje boshe. Ti kthesh, e thash pak më përpara, pranga moderne e njeriut sotëm është ti je i suksesshëm. Jo, molla, jo. Jo më dështova filan rol, s'ka ditë keq o burrat mësoj se të mos e bëjmë më. Nuk është e lehtë të ulësh hundën sot. Puna të ulurit hundës, mëse ti dhe mund t'jesh krenar për veten tënde. Por ama gabimet dhe defektet vetë do ja njofësh vetes, se përndryshe po janë shkalove, ato mbarsen, kthehen në qelb derisa të mbysin. Po në atë kuptim kam që të ulësh hundën që ta mësosh, ta analizosh. Se ne nuk themi mfal, e kemi për turp, kur mos thojmë fal. Jo, të kërkuarit falur është hynor. Është hynore për mua. Është shumë njerëzor edhe të falësh pastaj. Të falësh është hynore, po të falësh ama. Të falësh dikë është hynore. Imagjinoj kur falin gjakun ata atje në veri. E di që të falësh gjakun, morë. Ti e kthyer në Perëndi për mua, ti e kthyer në Zot për momentin që ti e fal gjakun, ka përcen mbi gjithçka është shtrenjtë dhe e shenjtë për veten tënde për të bërë atë akt hynor. Të falësh.
Dhe prandaj ka ngel dhe shpreha e bukur të falë të Zoti. Se Zoti fal. Po fal dhe njeriu. Dhe në momenti që njeriu fal kthehet në Zot për. Unë lexoj kanunin lek duke gjeni se shumë i bukur. I kam të 4 kanunet, edhe kanunin edhe madha ka, se kam dhe kanunin i laboris. Si fillon? Ata kanë qenë katolik. Por s'ka të bëj shumë në katolik apo musliman, ka të bëj tek fillon me hija e kishës. Kështu fillon kanuni. Mirë, po çfarë ndodh? Fillon me hija e kishës, por nuk e ka fjalën për hijet për muret, sepse kur dielli lidhet mes ditë, hija e gjysmëmetri është. Po. Hija e Zotit. Dhe Priami nuk e nxorri Helenën nga muret e pallatit. Dhe shpërtheu lufta e Trojës. Sepse Zeusi, babai i perëndive, ishte mbrojtësi i mikut. Dhe ai po ta përzinte Helenën, do psonte mërinë e Zeusit. Çfarë thot kanuni shqiptar? Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Pra e Zotit dhe e Zotit, sepse miku ishte Zot. Po. Pastaj vjen i Zoti i shtëpisë. Po shisa e madhe është kjo. Ku e ke sot? Sot se ekziston. Sot. Do me thënë, bëja bisedë se mu më pëlqen kanuni, se është kanuni vjen nga mira vjetë. Do me thënë, është zhvillimi normal i njeriu. Dhe një debat me këto feministët që nga njerë nuk e din as vetë pse janë feministët. Qa është kjo, tha? Rrieshin gratë si tre. Kushta ka thonë ty, i thëshën që rrieshin gratë mu? Gruaja ishte e shenjtë mu. Jetën brenda gardi shtëpisë organizonte gruaja, burri ishte për jashtë. Futej gruajën mes uleshin armët direkt, bam! Po. Nuk i shkonte mendja, kishte frikë mashkulli ta çonte në përmend të vriste një femër. Se e merrte fisi vet dhe i hiqte dhe gurtë e themelit kullës, pra të shërrënjoste komplet. Kurse tani me gjithë emancipimin tuaj, halal e paçi, që mund bëni extension, mund bëni thonjë, mund të bile ka dhe femra që mund bëj punë shtëpie. Se jam unë burr dhe bëj punë shtëpie, se është higjiena e shtëpisë time. Pra me gjithë to, po vriteni si moca. Atëherë kush ka më tepër vlerë për të drejtën e parë njerëzore që është e drejta e jetës? Kanuni apo këto? Kanuni? Se me kanun si çonte, si shkonte në mend. Jo, po fishekun paj, kur pa aplikoj fishekun paj. Se ka do me thëni shumë bukur, i duket shumë makabër, pa i ka do me thëni shumë bukur. Ai aplikoj vetëm 2 raste. Kur vajza trahton të burrin seksualisht, sepse atëre intimiteti ka qenë hynor. Penetrimi i femrës ishte akt hynor, sepse sillte jetën. Po. Jo si sot, pa bëm, taps, merr vesh, kush është ky që po zgjon mjes, që vret dashurinë në fakt. Kjo lloj mënyre jetese ka qenë e bukur vetëm për ama dashurinë e vret, sepse e kthen intimitetin në një gjë më punë e madhe, si më punë e madhe. E venit, si më që ka punë e madhe, intimiteti është hynor, është hynor. Kur trahton të burin dhe kur priste miku, se atëherë s'ka pas plumë. Kërën e blek duke një shpata dhe thotë priste. Pse? Sepse ti ke pre mikun, ti ke pre Zotin. Vetëm për këto 2 raste. Dhe babai thoshte se s'kam ditur me eduku fëmijën tim në. E kam unë fajin. Që përgjegjësie. Në raste të tjera femra nuk prekli me dorë, ishte që gjitha këto çfarë janë pikërisht ato gjërat konservatore të mira që ne shqiptarët i kemi harruar tani. Për fat keq. Kemi emancipim negativ. Shiko, absolutisht edhe unë jam për emancipimin. Po jo në këtë nivel. Po, ama emancipim që vjen nëpërmjet edukimit. Nëpërmjet shkollimit, emancipimit, edukimit. Po jo nëpërmjet shfazimit, sa i pastaj nuk është më emancipim, ai kthehet në një shkatërim të familjes. Domethënë, unë kam miqt e shokët e djalit, një familje shumë të mira, vetëm i mbiresh me nën e babë shtëpi. Të gjithë janë me prindër të ndarë. Po. Po bëhet një zhmasi në fakt. Atëherë pse sepse sot është bërë ora në shkon kohën tonë, unë kur bija në dashuri 14 vjeç shkoja nga 21-shi deri në kinostudion këmbë. Se s'kishim as tek me autobusit. Me pasi të ciste kokën e në qikë penqerit.
Dhe zihesh edhe me çunat e lagjes, se të vinë ato që do me të gocën, e traktonin si motra të gocën ata. Po. Po ishte e bukur, mo. Ishte e bukur, mo, kur ndronim letrat. Presa ti dhe ora 5. Në klasë, po të kapte zysha të sonte drejtori, po ishin të bukura, mo. Sot është puq të kafe, hik motel. Kjo nuk është emancipim. Është fenomen. Dhe jo se jam unë i vjetër, mo, po e shvesh nga ato flutrat në stomak kur bien dashuri. E kthen në një gjë konsum. Dhe normali që familje do lindi me bazë interesi. Dhe normali që një familje ngritur me bazë interesi, mbas sa kohësh do shpërblëhet, do shformohet. Të gjë kam pas shumë edhe vetë si fenomen se edhe unë sa kam qenë i vogël dhe i mbaj mend që në shkollë, flas i vogël që shoqjet e klasës i shikonin si të shtëpisë. Jo si thoshte sot çfarë nuk dëgjojmë, të mbeso çfarë nuk dëgjoj. Çfarë nuk dëgjon dhe çfarë nuk shef. Nuk kam shoqë. Po gjithë 13 vjeç ai tjetri, lale. Tanezi çike. Dhe unë i shkrej që i them si merdi keq, mos e ishte i njohur. Ore, po flas për çunat, ishte i njohur, dhe unë i shkrej që i them, ç'a ti thosh, them pse mos e marrë gjari, dhe rritu i herë me aty e ke domon rritu e formohet, bosh trupi herë, se ishte kërthim. Kur ma plasin falni për te, ere piro dham, qaj pëdhon spjert për plakun tim. Ja, nize, edhe, boj unë babën ty. Me një, ato 13 vjeçar spjert për babën. Shkur dhe ro, kush s'ka edukutën? Se mirë duhanin që ke fillu hajt, Dhe po. të edukojnë atë që kanë në atë, pastaj. Pysë për babën te, më. Qarë thote, kur flise baba. Dhe të edukojnë ata në fillim, pastaj e jeshtë i fundis. Kur flisejm gjysh i mat, jo oficer i lartë. Ishte me grad general, nëse do ishin grada, se jo që e në veri. Këto. Pincë. Njerë më qëlloj mu babi nga nervat i shkreti, që më babi s'më prekte me dorë, shumë rrallë më ka prek me dorë. Mi stres, dhe ishin me nerva për një arsyet familjarë. Edhe më qëlloj kështu dhe unë ngela, ishe i vogël se s'më kështë qëllu në erë, ngela e pa. O që tërtëri, me këtë të biri. Si u kapelje nga koga babi. Dhe qari tha, nuk ndërhyri në marrëdhënien bab-biri. Nuk tha si që bëjmë ne sot që pse që nga në djali, i tha dhe më kur fëmijës në kokë. Pra nuk ndërhyri të thoshe pse që love. Mos e dëmto. Dhe vajti ullë prapë. Babi ullë, mori kapelen, general, i bindet ishte general, që 20 vjetë ushtarak. Nuk ndërhyrja i marrëdhënien si me edukonte baba i mua. Po se dëmto, jo në kokë. Prapë, se si e zgjidh ti me të birë, është puna jote për i ndronë ti. Por jo të dëmtosh. A që thosh e labi, zdin dhe të bënte kërkët. Ka ndodhur një ditë, më ka thënë babi im, pa një mamami të binë asë një ftazi. E kjo për fliste e kesh, e për godiste jashtë. Mund të ishte mosh 16-17 vjeç. Ka rënë dhe mu një rast i tillë. Vajti i tha dhe gjitha, kini qa kini, tha, shkoni në shtëpi. Po, Se po ju shohin gjithë këto, se babi si njifti. I goti i tha, po. i goti, vazhdoni. Ja hyri një Atë fëmijë nga ka që sa kishim mësuar testin, një nga këto nënat e reja, në flëktyresh. A i shkreti duke u vrapu urzu. O t'ja ketë hyrë, sa t'lava për qelpë, si e futë e birë ka në murit, është Qa më bërë, më i thash, për qa e ke pjellë, më për t'a rrahe? U tham, u sa e lava, po fëmimër është, i thash, po të bëhet, më dhe pisë, më. Po pse më ti kur ke lindur pjeshk, pe i bërë pisim. Shfëmimë, si e rref, po si ta bëndora t'a rrash, po për qa e s'dollën jetë, për t'a rraf, po se t'jithë fare. Se nëse do bëhet fëmijë jegër. E për qa pse urzove? Gjinoj ti në gjimë e madhe apo. Atë po them, urzume, po jena bura e urzona. Merën kopët bi. Që është një drame ma. Të më dhënë është bërë një gjë që... Dhe rritet një brez i ri që nuk di më ku të shkoj shkrejt. Nuk di më ku ta gjej. I rrasin celularën aty që 3 vjeç. I fikin lampat. Në pak fjalë ti je pjesë e kinema sepse je në shumë filma. Po jetën tënde, ka vajtë në mendje një ide që ta kthesh në një film? Jeta ime është imja. Që kjo ishte
Heshti kështu. Familja ime është familja ime, jeta ime, gjërat e mia private, unë i kam të mijat, gjërat që dua, unë i kam të shenjta. Nuk e di njeri kush është me shoqe, edhe ajo ka këtë të mirë që ndonjëherë kur njeri themi e ka dhe shumë të fortë, të gjë sepse edhe është shumë konservatore si unë. Është familja, burri, fëmia, puna, unë jemi të dy kështu. Edhe gjëja ime, për ndryshe që kuptim ka. Në më pëlqeu kjo. Se zakonisht, në kohë që diskutoj me kolegë të mitë e të tupë, për që kështu bashkë, gjithkush e ka një ide, po dua ta bëj, kanë çfarë të ecë, po më pëlqeu kjo. Vepra ime është vetë jeta ime. Nuk kam se ta nxjerr për treguar ky kam qenë unë. Njerëzit le të më njohin nëpërmjet asaj që jetoj për ditë dhe nëpërmjet asaj që bëj këtu. Është e drejta e tyre, absolutisht, sepse profesioni im është i tillë. Po. Por asnjëherë s'm ka pëlqyer të tregoj se po hajde bisedojmë për gjëra, po asnjëherë që jo, s'ka pse. Nganjëherë janë se gjëra të cilat njeriu është xheloz në kuptimin e mirë të fjalës, si do t'i ketë vetëm për veten e vet. Dhe nganjëherë pikërisht to po i themi sekrete, se nuk janë sekrete, se ne në shoqëri jetojmë, në bashkësira jetojmë, e bëjnë shumë të bukur. Po unë përgjithësi nuk kam qef fotot. Domethënë kam bredh botën, kam parë gjëra mrekulli dhe nuk marr. Pse? Jo se e quaj vlerë këtë vetes, se ka njerëz që bëjnë foto kujtim dhe është gjë shumë e mirë. Po sepse unë përpiqem të ruaj atë kujtim këtu dhe këtu. Unë kam qenë në Delhi, kultura fantastike, në Kairo, në përvende që ti vërtet çdo njeri në rrezull duhet shkoj ti shikoj, sepse ti shikon kush ka qenë njeriu para 5000 vjetësh, 6000 vjetësh. Dhe nuk është se kam foto. Thjesht kam këtë dëshirën që ca gjëra janë të mia. Për jetimet e mia nuk ka ardhur njerë çfarë, se jam rësit shumë, kur për herë nuk ka marrë ta thash, ka marrë skulpturë dhe vajta për herë të parë në Luvër. Isha i ri, isha 24 vjeç. Mu realizuam më në fund të ëndra që ta shikoja Mona Lisën live, të shikoja gjithë pikturën e madhe, të gjitha epokave, se e dini si është Luvër. Dhe kur vajta me pa Mona Lisën në futat e salla e shteteve që janë Rafael, Tiziani, që janë më të mëdhenj deri dhe Leonardo da Vinci. Mona Lisa ishte ka vajtë disa herë parë, po them era e parë, ishte në një xham protektiv, më dhe xhandarja, se kishin tentuar ta vitin. Dhe në kapi të shtimi se kam një qerekore me pa dhe nuk e kam patut. Nga blicat. Atëre s'kishte celular, flasin në F4. Më në lini mërë ta shohim, dhe shë ullërita. Se shë më me blicat, për s'keni arë me bo fotografi qërë dhe e pash. Shife. S'ka më në fotot e Mona Lisa. S'ka më në fotot e Mona Lisa. Shof Musei Vatikani, që janë kryevepra, që janë Laocondi, janë Pietaja e Michelangelo, janë Capella Sistine, janë Rafaelo, gjithë piktorë më të mëdhenj historisë njerëzimit, s'vetë vërtet po i foto, jo rria të ngulë për e shoh. U e simbolika që ka dash me thonë, si ishë raport i gjyrave dhe në pasuron. Pra janë se gjëra që përsi agatuar unë janë shumë. Duhet mbeten brenda me, këse kam nevojë t'i them dikujt që ose ta kem unë kam qenë në Turqi. E kam këtu. Me pak fjalë ti do ta mbash të shenjtë atë që është e jotja atë? Po, gjërat e mia po. Ishte shumë kënaqësi të bëni këtë bisedë bashkë. Kënaqësia e gjitha ime. E gjithmonë do jetë edhe në vazhdim të kemi bash bisedime bashkë. Shpresoj të mos i lodhim shumë asaj që do të. Jo. Flasësh dhe të dëgjosh nga diku si ju, më besoj që është të shkollë. Faleminderit. Shkollë. Falenderoj nga zemra për vlerësimin. Miq dhe me kisha të check-up, e mbyllim këtë episodin e sotëm dhe shifemi në vazhdim.